Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të njeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Tahir Muedini, president nderi i PDI-s, do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Nisim me materialin e parë. Komisioni i ligjeve ka miratuar kërkesën e Partisë Demokratike për të zëvendësuar njërin nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pikërisht përfaqësuesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilirian Muho. Mbledhja është shoqëruar me debate të forta. Nasip Naço, deputeti LSI-s, deklaroi se Partia Demokratike me këtë vendim tashmë ka nisur manipulimin e zgjedhjeve. E vetëm pak ditë pas kalimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim në radhët e opozitës, LSI-ja dhe PD-ja përplasen në Komisionin e Ligjeve. Shkak për këtë është bërë kërkesa e demokratëve për të hequr nga funksioni anëtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësuesin e LSI-s, Ilirian Muho, dhe zëvendësimin e tij me një përfaqësues të partisë së dytë më të madhe tashmë në majorancë, Partisë Republikane. Mes debateve, akuzave dhe batutave, përfaqësuesi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Genci Strazimiri, ka kërkuar baraspeshim në KQZ, duke nënvizuar se kërkesa e Partisë Demokratike për të hequr Muhon nga ky komision është legjitime. Sot, majoranca vendimmarrëse e KQZ-s kontrollohet 4-3 nga PS dhe aleatët e saj të opozitës. Kjo situatë palishmërie pritet të shtrihet më tej tek KQV-s dhe më pas tek grupet e numërimit, ku një anshmëria do të shkruajë raportin 3-1 në favor të PS-s. Prishja e kësaj paraspeshe kërcënon drejt për së drejt zhvillimin e zgjedhjeve, mbarvajtjen e procesit dhe apo të drejtat dhe garancitë e palëve në proces. Kërkojmë që kjo situatë të zgjidhet pa vonesë nga kuvendi, me qëllim që të mos cënohet legitimiteti i masave që po ndërmerr KQZ dhe të cënohet puna dhe eficienca e saj. Nënkryetari socialist i Komisionit të Ligjeve, Fatmir Xhafaj, tha se kjo kërkesë e PD-s është një augur i zi për zgjedhjet e qershorit, duke nënvizuar faktin se ajo bie në kundërshtim edhe me nenin 18 të kodit zgjedhor. Ky është një nonsens. Neni 14 i kodit zgjedhor flet ndërprerja para kohe e mandatit të anëtarit të KQZ-s. Po në këtë nen nuk gjeni një pikë, një gërm mbi cilin të mund ta merrni këtë vendim. Nga ana tjetër, deputeti socialist Sajmir Tahiri, duke ironizuar kolegët demokrat, tha se ata kanë frikë nga humbja në zgjedhjet e qershorit. E kuptoj që jeni të qetësuar, po ne nuk ju qetësojmë dot. Nuk ju qetësojmë dot, kështu që bëni si të bëni, e marr vesh pse jeni detyruar të silleni si çet në komision tani. Ndërsa deputeti LSI-s Nasip Naço tha se kërkesa e Partisë Demokratike për të hequr Muhon nga KQZ-ja është e palishme. Kërkesa është e palishme. Shkaqe ligjore nuk ka. Si neni 18 përcakton qartë. Në gjitha rastet kur zvendësohet antari i KQZ-s. Në fund të diskutimeve, Komisioni i Ligjeve vendosi vetëm me shumicën e votave të majorancës të kalojë për shqyrtim në seancën parlamentare të sejntes, projekt vendimin e të djathtëve për një kandidaturë të re në vend të Ilirian Muhos. Kush është dakord me projekt vendimin e paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike? Mirë. Kundër? Sigurisht. Abstenime nuk ka me shumicë. Jo, nuk ka drejt vote. Me shumicë votash miratohet projekt vendimi, komisioni ja përcjell kuvendit seancës plenare për shqyrtim. Ndërkohë, Partia Republikane ka propozuar 2 emrat e saj për të pasur një përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Klement Gurin dhe Patriot Çobën. Ndërkohë më herët, numri 2 i LSI Sylli Manjani tha se çdo tentativë për ta bërë këtë gjë do të cilësohet si një cënim i standardit të zgjedhjeve. Sipas tij, për rikonfigurimin duhet të flitin në tetor të vitit 2015. Partia Republikane dhe Partia Demokratike, me që më thonë ju, kanë një papajtueshmëri në ato që kërkojnë. Partia Republikane nuk kërkon antar të KQZ-s, sepse ka pranuar, paktën në qëndrimet e deri sot me zyrtare, ka pranuar që standardin që në fakt e kemi pranuar të gjithë, standardin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka punë me partitë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ndërtuar mbi bazën e kodit zgjedhor konsensual, është vendi ta kujtojmë këtë, dhe si i tillë partitë politike nuk kanë asnjë punë me agjendën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aq më pak me antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët mbrohen me ligj. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë emëruar në bazë të kodit zgjedhor dhe shkarkohen në qoftë se nuk kryejnë detyrën apo ka një listë me arsye që janë në nenin 18 kodit zgjedhor,
që tregohet se si shkarkohen dhe kur shkarkohen. Pra është një çështje krejtësisht institucionale dhe juridike dhe nuk ka punë politika fare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Politikisht mund t'ju them vetëm kaq, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është standardi numër 1 i garancisë së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kështu që tendenca për ta politizuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 1 dhe tendenca qoftë aq më keq qoftë është kështu, për ta ndryshuar përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është pa diskutim një standard i cënuar i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ky është një koment që vjen në mënyrë të natyrshme, sepse thash edhe një herë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve funksionon mbi bazën e kodit zgjedhor konsensual dhe si i tillë partitë politike duhet vetëm të zbatojnë kodin zgjedhor. Do ketë kohë për debate politike kur të ndërtohen komisionet e nivelit 2 e më poshtë, pastaj aty do shikohet se si do jenë konfiguracionet politike. Gja është ndërtuar, pra kemi një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që janë ndërtuar komisionet e nivelit 2, pra është miratuar formula politike, nëse do ketë debat, mund të ketë debat për këtë nivel komisioni, po jo për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sepse ky është standard ligjor, është standard kushtetues, është standard i gjithëpranuar dhe kush e prek këtë standard pastaj do ketë probleme me zgjedhjet e lira të ndershme dhe demokratike në të vend. Ne nuk duam të paragjykojmë, as nuk duam të komentojmë askënd dhe asgjë mbi këtë çështje. Ne besojmë që standardi i ngrirë në kodin zgjedhor me konsensus politik, miratuar me 3/5 e anëtarëve të kuvendit, për një KQZ funksionale jashtë partive, do duhet vazhdoj deri në përfundimin e zgjedhjeve. Antarësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fillon dhe diskutohet sipas këtij kodi në tetor të vitit 2015. Deri atëherë kemi kohë. Për ndryshimin e një antari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka reaguar sot edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Në rrjetin e tij social Twitter, Rama shprehet se prekja e KQZ-s rënon ende më shumë institucionin e zgjedhjeve dhe imazhin e vendit. Asgjë sipas Ramës se shpëton pushtetin e partisë familjare të Saliut. Sipas kryetarit socialist, prekja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me dhunë antikushtetuese tregon se ç'regjim do shporim në 23 qershor dhe çfarë paniku e ka mbërthyer Saliun në vetmin e madhe. Mbledhja e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme ka kaluar jo pa debatin, ndërsa diskutohej pikërisht çështja e rezolutës Çame. Kreu i PD-s Shpëtimi Drizi ngriti edhe shqetësimin se në vitin 2004 rezoluta e diskutuar në Kuvendin e Shqipërisë nuk është publikuar në fletoren zyrtare. Ndërsa kryetari i Komisionit Fatos Beja tha se po në atë vit është miratuar një rezolut duke vënë në dispozicion edhe tabelën e votimit. Komisioni i jashtëm është përfshirë sërish në debate të ashpra sa i përket miratimit të projektit rezolutës Çame, pasi kryetari i këtij komisioni Fatos Beja ka rikthyer për rishikim rezolutën Çame të vitit 2004 që sipas tij nuk ka marrë votat e duhura për miratim në parlament. Ndërkohë, mbledhja e komisionit të jashtëm është mbyllur në pritje të një vendimi zyrtar nga kryetaria e Kuvendit nëse ka ose jo një rezolutë të miratuar në 2004 dhe nëse po, si do të procedohet mëtej. Në mbështetje të rësisht të këtij traktati dhe të atyre ideve parime që thatë ju, kemi projekt rezolutën e 26 kemi fani rezolutën e Parlamentit Shqiptar të 26 marsit 2004, e cila është një akt që ekziston dhe s'mund të injorohet. Unë jam i vetëdijshëm që aty ka një problem për ju si nismëtar. Unë e kuptoj që është një vështirësi për ju si nismëtar sepse nuk është qarkulluar publikisht. Për fat keq, sepse dhe unë kur po shikoja materialet e mia, kërkova ta certifikoja dhe e pata vështirë për të gjetur. Dhe ky është problemi. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kreut të PD-s. Idrizi ka akuzuar ish-kryetarin e parlamentit Servet Pollumbi për mos paraqitjen e vendimit në fletoren zyrtare, ndërsa shtoi se ky rast është i paprecedent dhe duhet hetuar. Ne sot u vendosëm para disa fakteve të cilat mungonin dhe në analet e parlamentit shqiptar. Është totalisht e papranueshme, e çuditshme dhe ka nevojë për një hetim parlamentar, ajo që ka na u servir sot dhe që ka ndodhur në projekt rezolutën e paraqitur nga shoqata Çamria në vitin 2004. Në bazë të tabelës së votimit të seancës plenare të asaj date, kjo rezolut është e miratuar, por nga krau tjetër kemi një deformim të vullnetit të gjithë parlamentarëve shqiptar, sepse kryetari i parlamentit i asaj kohe, me gjithë se votimi ishte pozitiv dhe kishte kaluar,
ka thënë që nuk miratohet. Në një reagim të tij, ish-kryetari i Kuvendit deklaroi se është i hapur për çdo hetim lidhur me këtë çështje. Nëse do të ishte miratuar rezoluta, atëherë ajo do të ishte botuar në fletorën zyrtare. Miratimi ose jo i rezolutës mund të vërtetohet në arkivat e Kuvendit. PDI-u ka njoftuar se do të zhvillojë një protestë ditën e njëjtë para parlamentit, ndërsa fton të gjithë shqiptarët të jenë pjesë e këtij tubimi. Vendimet e kryeministrit Berisha për të hequr TVSH-n për bujqësinë duket se kanë patur një limit. Në mbledhjen e qeverisë ka qenë Ministri i Financave, ai që ka ndërhyrë duke i kërkuar kreut të qeverisë të mos marrë vendime të tjera që të cënojnë buxhetin. Vetëm heqja e TVSH-s për bujqësinë i ka hequr buxhetit të shtetit për vitin 2013 150 milion euro. Heqja të TVSH-s për produktet bujqësore ka përplasur kryeministrin Berisha dhe ministrin e Financave Ridvan Bode. Referuar bashkëbisedimeve të fundit me fermerët, Berisha bëri prezente shqetësimet e tyre që lidhen me TVSH-n, ku kërkoi që të marrë një zgjidhje. Nga ana tjetër, kreu i Financave tha se nuk kemi se çfarë t'i rimbursojmë, pasi të gjitha inputet janë të përjashtuara. Fermerët, zoti Bode, kanë disa probleme të lidhura me TVSH-n. Çështja e tyre, sepse ne u njohim 6% TVSH, ndërkohë që ata e shesin me 20%. Janë krijuar disa probleme të cilat ne detyrimisht do t'i zgjidhim tërësisht në favor të fermerëve. Ja kemi hequr TVSH-n fermerëve për gjithë inputet bujqësore. Çka do të thotë? Jo, për qumshtin që shesin, jo, vetëm qumshtin. Jo, nuk kërkonin e. Jo. Kërkonin nivelim. Pas ka që rimbursojnë më tani, janë zero. Po? Rimbursojnë më, zoti kryeministre, ja bëm zero. Gjithë inputet që përdoren nga bujqësia, ushqimet që përdor blegtoria, janë përjashtuar nga TVSH-ja. Në këto kushte ata nuk kanë çfarë rimbursojnë më. Duke folur nga mbledhja e qeverisë, kreu i ekzekutivit hodhi akuzën ndaj kryesocialistit Rama se po tenton t'i përçajë ishte përndjekurit politik. Një nga vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Ministrave ishte edhe përgjysmimi i taksave për makinat e përdorura. Vazhdon situata problematike nga përmbytjet në Shkodër. Specialistët thonë se gjendja aktuale është alarmante dhe se duhet një ndërhyrje emergjente. Ish-zëvendës Ministri i Energjetikës Pajtim Bello apelon për vendosjen e gjendjes emergjencës në zonat e përmbytura të qytetit të Shkodrës. Indiferentizmi i qeverisë shqiptare ndaj përmbytjeve të këtij viti në zonën e Nën Shkodrës argumentohet me faktin se instancat përkatëse nuk kanë paguar dëmin e tokave të përmbytura në vitin 2010. Kjo është edhe arsyeja pse qeveria nuk e ka shpallur gjendjen e emergjencës në këtë zonë. Specialistët thonë se situata e përmbytjeve aktualisht në Shkodër është alarmante dhe se duhet një ndërhyrje e menjëhershme. Ish-zëvendës Ministri i Energjetikës Pajtim Bello në një intervistë për Channel One apelon për vendosjen e gjendjes së emergjencës në zonat e përmbytura në Shkodër. Nuk është më çështje rreshjes, as çështje shkarkimesh jashtë, si thuash atyre niveleve kritike, por është çështje mos funksionimit të sistemeve të cilat mbrojnë zonën dhe transportojnë ujin drejt detit. Arginatura, pritat lloje të ndryshme, pastrimi i kanaleve të niveleve të para të dyta, të paktën që tërheqin ujrat, pastrimi vet lumit të bunës. Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet nuk funksionon më. Duke ju referuar ligjit për emergjencat civile i datës 26/3/2001, mund të shihet qartë për kufizimi i emergjencës civile që përmban ky ligj. Neni 2.1 me termin emergjencë civile kuptohet një situatë shkaktuar nga faktor natyror, ekologjik, industrial, social, veprime terroriste, veprime ushtarake, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe gjë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin. Ndërsa neni 1 këtij ligji thotë: qëllimi, planizimi dhe përballimi i emergjencave civile janë detyra të shtetit shqiptar, i cili synon parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjën e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjenca civile. Bello shpreh ndër të tjera se arsyeja e këtyre përmbytjeve të njëpasqyrshme në qytetin e Shkodrës është mungesa e një sistemi të plotë kundër përmbytjeve, i cili mungon për shkak se nuk janë kryer asnjëherë investimet e duhura. Nëse do të jepen dëshpërblime për këtë radhë apo jo, varet nga fakti që duhet të shpallet gjendja e emergjencës. Dhe pikërisht për këtë nuk e shpall qeveria gjendjen e emergjencës, sepse nuk do të jap dëshpërblime të reja, përderisa ajo nuk ka paguar dëshpërblimet e vjetra. Pra, e drejtë e qeverisë për shpall gjendje emergjence të pjesshme, që
në të gjithë të territorët të përmbytur duhet të shpallet, e ka qeveria me ligj. Qeveria abuzon me këtë të drejtë dhe nuk e ka shpallur. Pra është një mosbatim i ligjit dhe një abuzim që bën qeveria me ligj. Burime nga Nën Shkodra bëjnë me dije se situata e përmbytjeve vijon të jetë kritike edhe sot, sidomos në zonën e Abotit dhe Dajçit. Rikthimi i rreshjeve të shiut ka zgjeruar hartën e përmbytjeve të tokës bujqësore në zonën e Nën Shkodrës dhe ka izoluar 10 banesa. Një fshat model që merr përsipër të zgjidh problemet sociale të afër 140 fëmijëve të praktisur, por që sot rrezikon të mbetet pa shkollën dhe kopshtin e tij. Në fakt, si shkolla ashtu edhe kopshti rrezikojnë mbylljen pas kërkesës që shoqata austriake i ka drejtuar shtetit shqiptar që të paktën pagat e personelit pedagogjik të merren përsipër nga Ministria e Arsimit, gjë që nuk po gjen zgjidhje. Kërkesës së Ministrisë së Arsimit, ajo e Financave ende nuk i ka dhënë përgjigje, ndërsa kryeministri Berisha, por dhe gjithë zyrtarët e lartë i kanë premtuar në vite këtyre fëmijëve mbështetje të plotë. Ai fshat për mua është një fshat model, një model i shkëlqyer. Në fakt kështu duhet të ishte, por pavarësisht deklaratës së kryeministrit Berisha, i cili ju përgjigj interesimit të Channel One, një tjetër realitet duket se po luhet në zyrat midis Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Financave, duke mos ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të finalizuar marrëveshjen e partneritetit midis qeverisë shqiptare dhe SOS Skyscanner International. Shkolla dhe kopshti SOS të ngritura 15 vite më parë me një eksperiencë shumë cilësore në fushën e edukimit, sot rrezikohen të mbyllen dhe të mos ofrojnë më shërbime për shkollimin e fëmijëve pa kujdes prindëror dhe fëmijëve të tjerë nga komuniteti. Këto dy institucione edukative mund të vazhdojnë të operojnë nëse shteti do të hyjë në partneritet me fshatin SOS, duke marrë përsipër të shlyej pagesën e stafit të mësuesve, kërkesë e cila është paraqitur në Ministrinë e Arsimit para 2 vitesh. Në këtë mënyrë fëmijët pa kujdes prindëror do të vazhdojnë të frekuentojnë përsëri të njëjtën shkollë dhe kopsht. Shkresa e dërguar së fundmi nga Ministria e Arsimit tek ajo e Financës tregon se nuk është finalizuar marrëveshja e bashkëpunimit për të mbajtur të hapur shkollën dhe kopshtin e fshatit SOS. Sipas Ministrisë së Arsimit, problematika është bërë e ditur para disa muajsh. Kërkesa e parë drejtuar Ministrisë së Financave për shtim buxheti për të përballuar stafin akademik të shkollës dhe kopshtit është refuzuar. E gjendur para një fakti të kryer, Ministria e Arsimit ka kërkuar që të paktën mësuesit për këtë vit akademik të mbulohen nga buxheti i saj i parashikuar për vitin 2013, pa kërkuar asnjë fond shtesë, kërkesë që ende sot e kësaj dite nuk ka marrë përgjigje. Para disa muajsh na është shtruar problematika për pagesën e personelit akademik të shkollës. Kemi kërkuar në Ministrinë e Financave që të na mbështesë për këtë. Mbasi ka kaluar buxheti për vitin në vazhdim, nga Ministria e Financave është kthyer një përgjigje. I kemi kërkuar përsëri që ne do të shikojmë mundësinë për mbështetje financiare brenda numrit të përgjithshëm të personelit, të mësuesve dhe pa ndonjë fond shtesë. Posta do të jetë rreth 250.000 euro. I pyetur për këtë çështje një javë më parë, kryeministri i vendit deklaroi se nuk është në dijeni të këtij problemi, duke premtuar që nuk do të lihet pas dore. Ai fshat për mua është një fshat model. Një model i shkëlqyer. Nuk kam dieni për këtë që thoni, po unë do ta shoh me shumë përparësi. Mendoj se ai model është modeli që ne do ta përhapim. Dhe do modelet që unë kam vizituar, më zhdukur më njerëzori, më eficienti. Kështu që unë do ta shqyrtoj këtë problem. Një fshat model që ka pritur shumë miq, vizitorë dhe personalitetet të larta të vendit dhe të gjithë pa përjashtim kanë premtuar mbështetje për këta fëmijë. Channel One ka tentuar të kontaktojë me Ministrinë e Financave, por ende nuk është marrë një përgjigje zyrtare. Shkolla dhe kopshti janë pjesë integrale e SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe antare e SOS Skyscanner International me qendër në Austri që prej vitit 1992. SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri ofron kujdes me bazë familje përmes SOS Familjeve prej më shumë se 15 vitesh dhe ofron mirërritje dhe kujdes familjar për 139 fëmijë pa kujdes prindëror, si dhe shërbime parandaluese përmes projekteve komunitare të fuqizimit të familjes. Ish deputeti i Partisë Socialiste Aslan Dojani hedh poshtë çdo dyshim për një kandidim të mundshëm nën siglën e Partisë Demokratike. Në një intervistë për Channel One, Dojani koalicionin PS-LSI e çon të majtën drejt humbjes më 23 qershor.
Ish deputeti i Partisë Socialiste Aslan Dojani hedh poshtë çdo dyshim për një kandidim të mundshëm në siglën e Partisë Demokratike. Në një intervistë për Channel One, zoti Dojani ka deklaruar se do të kandidojë i pavarur për qarkun e Tiranës. Unë kam deklaruar që do të kandidoj si pavarur në qarkun e Tiranës, duke parë si një mundësi të madhe që të shërbej qytetarëve dhe që të flas për to. Unë e di që është e vështirë sepse problemi më i madh është tek mungesa e komisionerëve. Dhe si që praktika ka treguar këtu pavarët e kanë pas shumë të vështirë, por unë nuk e shoh të pamundur dhe do të bëj të pamundurën me njerëzit duke punuar për të dhënë alternativën time. Ish deputeti i Partisë Socialiste nuk ka lënë pa komentuar edhe koalicionin PS-LSI, që sipas tij e çon Partinë Socialiste drejt humbjes më 23 qershor. Sigurisht që unë mendoj që ky koalicion do ta rrezikojë shumë fitoren e Partisë Socialiste. Pak të koalicion do të kishte shumë herë mundësi më të mëdha për të fituar, sepse ishte krijuar një frym që me këtë program, me këtë slogan për rilindje, ishte krijuar një frym që vërtet do të ketë diçka ndryshe nesër. Sot shqiptarët nuk mund ta dallojnë se çfarë është ndryshe nga ky që është dhe nga ai që do të jetë nesër. Sipas zotit Dojani, mundësia për një rilindje të Shqipërisë tashmë është shuar, për shkak se Partia Socialiste u bashkua me gjysmën e regjimit ndaj të cilit po lufton. Në çdo vend normal, kursia e shërbimit urban dhe ajo e emergjencës do të shërbente më së miri për lëvizjen e kontrolluar të mjeteve. Tani këto pjesë jo vetëm që kanë humbur funksionin e tyre si pasojë e amortizimit, por dëmtojnë dhe mjetet e transportit publik gjatë ecjes. Vetëm në momentin kur u mendua si zgjidhje për kursinë e emergjencës, këto ndarse kanë pasur një pamje normale. Tani këto pjesë, jo vetëm që kanë humbur funksionin e tyre, pasi janë shkatëruar, por dëmtojnë edhe mjetet e transportit publik gjatë ecjes. Drejtuesit e mjeteve të transportit publik shprehen të shqetësuar në lidhje me këtë problem. Por vezake i thë që të mos çajnë gomat, se çajnë gomat. Dhe korsitë autobusit mos i zënë makinat, mos parkohen makinat, edhe janë në rregull. Të vizohen me vizë të drejtë edhe janë shumë rregull pastaj. Parkuar makinat, jo ku do futem unë do futem këtu tash. Me vështirësi do më zërë tabela atje. Po normale që janë se parkohen dhe makina keq edhe me vështirësi dalim, çajmë në një gomë, në një gjallë. Edhe sa makina do të dëmtohen, derisa bashkia të vërë dorë për të rregulluar këtë pjesë problematike në unazën e Tiranës, drejtues të mjeteve dhe qytetar mbeten në pritje të zgjidhjes së këtij problemi. Qeveria e Serbisë ende nuk ka marrë shenja se në cilën formë mund të vazhdojë dialogun me Kosovën pas refuzimit të marrëveshjes së ofruar për veriun dhe vendimit për vazhdimin urgjent të dialogut. Gazeta Blic e Beogradit shkruan se nëse gjatë ditëve të ardhshme Bashkimi Evropian nuk u dërgon ftesa pjesëmarrësve në dialog, rrjedha e ngjarjeve mund të jetë më e qartë më datën 17 prill, kur është paralajmëruar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe ndërmjetëse në dialogun Serbi-Kosovë, Catherine Ashton, mund të vijë për vizitë në Beograd. Sipas burimeve diplomatike, të gjitha palët në dialog edhe Brukseli edhe Prishtina janë të gatshme që qëndrimi i Beogradit për të mos nënshkruar marrëveshjen të mos jetë fundi i bisedimeve. Megjithatë, ende nuk ka shenja se si do të rrjedhin ngjarjet në vijim. Kryeministri serb Ivica Dačić do të vizitojë Moskën, ku pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Ekzekutivi serb nuk e mohon se ndër të tjera shefi i qeverisë së Serbisë do të prek dhe temën e dialogut me Kosovën, i cili është bllokuar nga refuzimi i Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen e propozuar nga Brukseli. Në një përpjekje për të gjetur mbështetje lidhur me marrëveshjen për Kosovën, kryeministri serb Ivica Dačić do të udhëtojë për Moskë, ku pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Qeveria serbe ka thënë në një komunikat për media se vizita e kryeministrit serb ishte përcaktuar që në muajin shkurt dhe se nuk qëndrojnë porimet se Dačić po viziton Moskën përpara afateve të përcaktuara nga Brukseli. Megjithatë, nuk mohohet se kryeministri do të prek edhe temën e dialogut me Kosovën, i cili është bllokuar nga refuzimi i Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen e propozuar nga Brukseli. Më herët, Serbia nuk pranoi marrëveshjen për veriun e Kosovës, pasi 2 nga 8 pikat e kërkuara nga Brukseli ishin të papranueshme. Ky refuzim mund të shtyjë Serbisë edhe afatin për hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë qëndrimit të tij në Moskë, kryeministri serb Ivica Dačić do të takohet edhe me homologun Dmitri Medvedev, ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu dhe zyrtarë tjerë rusë, me të cilët do të nënshkruajë një varg marrëveshjesh bilaterale dhe ekonomike.
Nderuar teleshikues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për trejat më të fundit. Këtu ndajmë bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë.